pas një ditë të tërë plot me punë, me takime shumë të mira në Vlorë, më shkruan stafi se prap janë futur ushtarët e Knedës në këtë faqe duke sharë dhe duke ankuar edhe mek, pse unë po tallem me popullin në ato këmbimet që bëj me Lulin. Po s'janë vetëm ata, ka edhe ndonjë që realisht shqetësohet nga 2 minuta shaka në ditë, ndërkohë që, si thoshte një burr i madh shteti, Churchilli, shakaja është diçka shumë serioze. Ai, me thënë drejtën, e përdorte shpesh. Prandaj duke i siguruar të gjithë se s'ka gjë më larg talljes se sa ajo që unë bëj me Lulin, ndërkohë që tallja e vërtet me popullin janë kuat, u përgjigjem disa komenteve. I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you. Të duket ngelje busull e kot, antarësimin bëhe i dashur Besi. E po këtu më bëhet tej dhe vështirë për ta shpjeguar pse hyrja në BE, pikërisht tani që na është dhënë kjo mundësi, është gjëja më plot se çdo gjë tjetër në çfarë ne mund të bëjmë për historinë. E nëse ti nuk më dëgjon kur flas për BE-n 2 orë dhe hedh romuze, pse unë bëj shaka me Lulin 2 minuta, atëherë ky është problemi yt. Si do e marrësh vesh kur nga 2 orë postime në ditë, me punë, me projekte, me takime, me aktivitete, ty të mbetet mendja te 2 minutat me Lulin dhe ankohesh se nuk po merr vesh asgjë nga programi dhe nga projektet. Shiko të tjerat, edhe do marrësh vesh edhe nga programi dhe nga projekti. Për zgjidhjet dhe mbajtjen e premtimeve, unë flas për ditë, e dashur Zhdije, dhe sfundi edhe për natë, se kështu e ka kjo periudhë para zgjedhjeve, po ti duhet të kesh durim dhe duhet të dëgjosh. E këto me Lulin merri me humor, jo me inat. Dhe mos bëj gabimin të mendosh, e përsëris, se humori nuk është diçka serioze në thelb. Përkundras. Pse je stresuar ti lulëzimi tjetër? Si je i detyruar fare të shikosh epizodet e zgjimit Lulit, madje si je i detyruar as të shikosh në këtë faqe, nëse stresohesh. Ama kur hyn këtu, fokusohu tek postimet e tjera, fokusohu tek punët, fokusohu tek projektet. Për ditë ke këtu, plot. Mbase po të ndjekësh pa paragjykime, gjithçka do të shohësh që ato që unë me të qeshur ja them Lulit janë në fakt gjëra serioze. Që ti dëgjojnë dhe kuptojnë rreth parë demokratët, që me Lulin janë në shi, ndërsa me Bufin janë në breshër. Ndërsa pastaj, me votën tek numri 5 për mua dhe Partinë Socialiste, janë në BE brenda kësaj dekade. Ka që thjesht është kjo.